Gjyshi yt që e punon tokën në katon a mundet me u bë DJ, a është shumë vonë për këtë ëndër. Paramenu krejt jetën tonë dhe me konë tu e punu tokën, tu kujdes për kasht edhe krejt rasisht prezentohet muzika tekno edhe jeta jote ndryshon. Ky është Bunji Kasai, një fermer 77 vjeçar nga Japonia, i cili krejt rasisht ka hi thellë në botën e muzikës elektronike. Bunji u njoftu me muzikën elektronike përmes një sintit vjetër të nipi i tij, duke eksperimentu me tinguj thjesht nga kurioziteti, por jo me seriozitet. それを再現しながらこういびってるうちになんかそんなね曲ができたんですかね。 Ajo që nisi si lojë kthehet në diçka të veçantë dhe reale, ku Bunji e lansoi këngën e tij të parë, Frozen Swan. 地元を代表するテクノミュージシャンとなった彼は、インディーズレーベルからシングル CD もリリースしている。 Është shumë interesante që në moshën 77 vjeçare, një person mundet me pas kaq inspirime të artistave të njohur të muzikës elektronike si Aphex Twin, Derek May, Square Pusher, edhe vjen me një super track si Frozen Swan. Historia ati na kujton se nuk është kur vonë për me zbulu diçka të re, ose me ripërtri vetën, por e vërteta qëndron se Bunji është një personazh fiktiv nga dokumentari R65 The Silver Generation, e qëllimi i tij është me tregu se krimtaria nuk ka moshë dhe pasioni mundet me u gjetë në çdo moment të jetës. Kështu që gjeje vetën, bëni follow Urban FM në krejt rrjetet sociale e subscribe në YouTube.